Kur kanë mbetur vetëm 5 ditë që qytetarët shqiptar t'u drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në parlament, kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Dibër, Xhemal Gjungshi, bëriti këtë të martë në SPAK dhe e kallëzoi për krime zgjedhore kryebashkiakun e Peshkopis, Rahim Sfahiu, drejtorin e shërbimeve të bashkisë Bedri Kamberi dhe kryetarin e enjësisë administrative Luzni, Labinot Murja. Sipas Gjungshit, zyrtarët vendor kanë shkelur kodin zgjedhor duke hapur rrugë në fshatin Luzni. Të dy këta persona janë kapur në flagrant në pas gëzimit që ka bërë, duke vënë në shfrytëzim dhe duke përdorur asetet publike pikërisht në kohën e fushatës zgjedhore. Këto kanë patur të gjithë kohën e mjaftueshme dhe nevojshme që këto rrugë ta ndërtonin për 12 vjet. Këta janë qyrykët e kryeqyrykut. Por unë i them qyrykëve dhe kryeqyrykut Edi Rama që përgjigje më të mirë nga qytetarët e Dibrës do ta marrësh me datën 11 maj. Lidhur me hetimin e krimeve zgjedhore, reagoi dhe SPAK dhe konfirmoi se deri më datë 5 maj janë regjistruar 115 materiale kallëzuese dhe 35 procedime penale, ku 8 raste janë iniciuar nga vetë SPAK.